Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, një moment shumë emocionues ka ndodhur për Brikenën, kur ajo ka marrë një surprizë të papritur nga ajri, duke krijuar një atmosferë plot emocione dhe reagime të forta nga të gjithë banorët. Ky moment ka ardhur krejt papritur dhe ka ndryshuar menjëherë gjendjen emocionale të saj. Teksa banorët ndodheshin në ambientet e jashtme të shtëpisë, një dron është shfaqur në qiell, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e të gjithëve. Fillimisht ata janë habitur dhe kanë filluar të pyesin se për kë mund të ishte surpriza, por shumë shpejt u kuptua se ajo ishte pikërisht për Brikenën. Në atë moment, ajo është emocionuar jashtëzakonisht shumë dhe nuk ka mundur ta fshehë gëzimin e saj. Brikena është shprehur se ndihej tepër e lumtur dhe se kjo surprizë e kishte prekur shumë emocionalisht. Ajo ka thënë se nuk e priste as pak një gjë të tillë dhe se momenti e kishte kapur krejtësisht në befasi. Sipas saj, ishte një ndjesi shumë e veçantë të merrte një mesazh apo shenjë mbështetjeje nga jashtë. Gjatë atij momenti, ajo është parë shumë e emocionuar, duke buzëqeshur dhe duke reaguar me entuziazëm ndërsa ndiqte dronin në ajër. Banorët e tjerë janë afruar pranë saj për të parë më qartë surprizën dhe për të ndarë gëzimin së bashku me të. Banorët e tjerë janë afruar pranë saj për të parë më qartë surprizën dhe për të ndarë gëzimin së bashku me të. Brikena ka treguar se ky moment i dha shumë energji pozitive dhe motivim për të vazhduar lojën. Ajo u shpreh se një surprizë e tillë i jep forcë dhe e bën të ndihet më e sigurt në rrugëtimin e saj brenda shtëpisë. Sipas saj, mbështetja nga jashtë është shumë e rëndësishme, sidomos në një ambient ku presioni dhe emocionet janë shumë të forta. Ajo vazhdimisht përsëriste se ishte shumë e lumtur dhe se nuk e kishte imagjinuar kurrë që do të përjetonte një moment të tillë. Brikena tha se kjo surprizë do të mbetet një nga momentet më të bukura të qëndrimit të saj në shtëpi. Banorët e tjerë reaguan gjithashtu me entuziazëm, duke e uruar dhe duke ndarë emocionin me të. Disa prej tyre u shprehen se ishte shumë bukur të shihnin Brikenën kaq të lumtur, ndërsa të tjerë komentuan se surprizat nga ajri janë gjithmonë momente shumë të veçanta që ndikojnë shumë emocionalisht te banorët. Pas surprizës, Brikena vazhdoi të fliste për ndjesitë e saj, duke treguar se ky moment e kishte bërë të reflektonte për rrugëtimin e saj në lojë dhe për mënyrën se si perceptohet nga publiku jashtë. Ajo tha se ndihej mirënjohëse dhe e vlerësuar. Ajo gjithashtu shtoi se surpriza i dha një ndjenjë qetësie dhe sigurie, duke e bërë të kuptojë se çdo përpjekje dhe çdo moment që ajo ka kaluar në shtëpi është vënë re. Sipas saj, kjo e motivon të vazhdojë të jetë vetvetja dhe të japë më të mirën në çdo situatë. Atmosfera në shtëpi mbeti e ngrohtë për një kohë të gjatë pas këtij momenti, ndërsa Brikena vazhdonte të fliste për emocionet e saj dhe të ndante dëzimin me banorët e tjerë. Ky moment solli një energji pozitive dhe një pushim të vogël nga tensionet dhe debatet e zakonshme të shtëpisë. Në fund, Brikena u shpreh edhe një herë se ishte jashtëzakonisht e gëzuar dhe se kjo surprizë ishte një moment që nuk do të harroj kurrë. Ajo theksoi se nuk e priste as pak një gjë të tillë dhe se për të ishte një nga momentet më të bukura të eksperiencës së saj në shtëpi.